Një pjatë e mirë janë dhe kërpudhat e mbushura. Kemi blerë kërpudhat, të cilat i pastrojmë, i heqim bishtat, i heqim dhe lëkurën, i pastrojmë, i bëjmë gati për të mbushur. Dhe i rreshtojmë një nga një në tepsi. Tani fillojmë mbushjen e kërpudhave. I mbushim me një lugë të vogël. Duket mbushja sikur shtakollore. I mbushim të gjitha një nga një dhe në fund i vëmë për të pjekur. Si kemi mbushur të gjitha kërpudhat me masën e përgatitur, i futim në furrë për të pjekur. Kërpudhat e përfunduara të pjekura.